e madhe dhe Allah te bareke ve taala elshon mëshirën e tij dhe na fal. Mirë po robi është koprac. Robi në dunja nuk të fal. Para nuk u dish para Allah te zogjel që ai është në zor për sevape. Ai edhe sa falë edhe ma hiç. Për këtë arsye rujnu hakëve të njerëzve. Rujnu. Më mirë mu kanë prej atyre që ju bojnë pa drejtësi, se sa mu kanë prej atyre të cilët ti ju ban zullum atyre. Sepse nëse të ban pa drejtësi, mbaron një ditë tjetër e kësaj dunjaje, pastaj dolmi para Allahut azza wa jall, e aty më është gjykimi i drejtë, i merr hakët e tua. A shumë e rënda është kur i ke bë zullum dikujt, e pastaj një ditë dosh me vdekje me dal para Allahut azza wa jall, e mirë këta persona të cilët nuk e kanë dert takimin me Allahun te bareke ve taala. Allahu na rujt, Allah shpërblet për ndëgjimin. Shpresoj që këtë fjalë fillimisht të bëjnë dobi mua, pastaj edhe juve si ndëgjues. Aty ku e kemi qelluar është prej Allah te bareke ve taala, ndërsa aty ku kemi gabuar është prej vetes tonë dhe prej shejtanit mallkuar. Allahu ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah të shpërblet të gjë për këtë gjërat shumë mirë. Pa hop koha gjë, pa e fillojnë me pyetjet e mia, mandej kthirmi edhe në komente do një pyetje edhe të lirohemi gjë. Veshëm ma ban me dia gjë, sot mumi kena me ndaj, sos mumi e mujna me ndalë edhe lajfe. E që rejra hati, je musafiri i letë na. Allah të koftë. Po. Amin. Cili është fundi i ti që bën patrësi ndaj njerëzve? O gjë. Ne i përmendo më vëlla se njeriu i cili bën padrejti normale, se fundet e zullumçarëve janë të ndryshme. Fundet e zullumçarëve janë të ndryshme. Për shembull, Firauni ka qenë zullumçar, fundi i tij dihet se si ka ardhur. Ebu Gjehli ka qenë zullumçar, fundi i tij e dim se si ka ardhur. Dhe shumë prej zullumçarëve, për shembull, që kanë qenë në kohën e mëhershme, në vazhdimsi, në histori, fundi i tyre e mirë është se nuk ju vje mirë. Fundi i tyre ju vje si dënim nga ana Allah te bareke ve taala. Ashtu që përmendë unë edhe ajetin, Allah azza wa jall kur përmendë wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Tha mos u mendoni mua të shkujdesur apo gaflet ndaj zullumçarëve. Tha dini se unë jam duke i prit deri në momentin kur atyre do t'ju rrotullohen syt. Ka thënë dietarët islam, zullumçarët momentin e dhënies shpirtit e kanë tront, jetën barzakh e kanë prej jetëve ndër më të rëndat, edhe gjithashtu ditën llogarie si pret zjarri i xhenemit. Allahu na ruaj ya rabbel alamin. A ka dënim më të mëdhej se kjo? Allahu na ruaj ya rabb. Allahu na ruaj. Amin. Allahi të shpërblet të gjë. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Për të gjithë po japni selam. Shkojna me pyetjen e ditë o gjë. Po. O gjë, si ndikon zullumin e shoqëri sipas islamit? Si ndikon? Edhe një herë se s'm dëgjova mirë. Si ndikon zullumin e shoqëri sipas islamit? Si ndikon? Po, patjetër, shiko, habibi, zullumçari normale se sidomos sot njerëzit vetë mashtrohen, subhanallah, kur në mesin e një shoqërie gjindën zullumçar, edhe sot është për fat keq se zullumçarët në mesin e shoqënive e kanë statusin më të lartë. E kanë respektohen dhe nderohen më shumti. A u kupton? Janë këta njerëz të cilët Allahu azza wa jall na e përshkruajti në Kur'an, për shembull, edhe rastin e Qarunit. Ai ishte zullumçar ndaj vetes, zullumçar ndaj moskryerjes së obligimeve ndaj Allahut azza wa jall. Allahu te bareke ve taala na përmendi rastin e tij në Kur'an kur tha ai për Qarunin, tha dilte para popullit me stolitë të cilët Allahu azza wa jall ja kishte dhuruar. Edhe thot kur e shifshin njerëzit e dobët, populli normal, thot lakmojshin ta.
dhe thëshin subhanallah çfarë mirësie dhe çfarë begatie ka Karuni, s'ka kurkush. Mirë po tha njerëzit e dijes të cilat ishin në kona Karunit, jo thëshin njerëzve, o njerëz, vnojnë e gishtin mendje dhe keni kujdes, sepse nuk është me pesh dhe nuk është i nderuar pavarësisht mirave që i posedon një person i cili do me thonë nuk i kryen urdhnat e Allahut Azza wa Jall dhe është i padrejt me vetveten dhe me njerëzit. Mirë po këta njerëzit, popullata e thjesht ishte një shoqëri e ult aspektin e vetdijes së arsimimit dhe e mendojshin si më të mirin, pavarësisht hoxhallarët çka folin, pavarësisht dietarët çka folin. Mirë po kur i erdhi dënimi nga Allahu Azza wa Jall, kur i erdhi dënimi nga Allahu te bareke wa taala, atëherë në këtë rast ju kthy populli këtyre hoxhallarëve duke i thonë vallahi mire paski pas, elhamdulillah që s'ka këshmi kanë në vendin e Karunit. Kështu është edhe roli sot në shoqëni, Allahu na ruaj shoqëninë islame, edhe pse nuk them që tek muslimanët ka zullumçar deri në atë mas që Allahu Azza wa Jall ka folë edhe na jetën, mirë po përsëri besimtari duhet të jetë i vetëdijshëm edhe ta kontrollon vetveten e tij, edhe të ruhet në përgjithësi edhe vetveten e tij nga zullumi, po edhe nga rrethi që mos ketë të shoqëruar me zullumçar. Allahu e di më së miri. Allah të shpërblet, o gja, Po, tash pyetjet mi kanë bërë që shtot, edhe se ti ja ky më kuptu, po në do të mundona ka dale, me t'i thonë pyetjet. po, Interesant o gja, edhe pyetjet kur po bëhen, të qysh edhe po na japin këshilla, po këshillomi, mashallah. se musliman po kanë shumë halle, sprove, po kanë o gja. Kjo pyetja është që tash tret, duket. O gja, a është durimi ndaj zullumit gjithmonë zgjedhja e duhur. A po kupton pyetjen o gja? Po. Nëse një person për shembull ban zullum, a është zgjidhje e duhur në vazhdimsi që ti të bëjsh sabër dhe t'ja lesh Allah te bareke wa taala zullumin që ato ta shkaktojnë. Normale, se kjo edhe është varësisht të rrethonave, gjendjeve, momenteve, situatave, por njeriu kur dikush të ban zullum dhe pa drejtësi, nëse ti ban durim dhe ja len Allah te bareke wa taala, normale se kjo është më e mirë. Nuk ka më të mirë se kjo. Kur dikush ban zullum, më e mirë është me thonë hasbi Allahu wa ni'mal wakil, dhe kjo është më e mira. Por nëse dikush për shembull dëmton, a lejohet mi a kthy dëmtimin në atë formë sa ai ta ka bëu tyje, lejohet, duke mos e tepruar. Sa ta ka bëu tyje, edhe ti lejohet mi a bëu atij. Kështu Allah Azza wa Jall na përmend në Kur'an. Mirë po, besimtari ka frikë në vetveten e vet. Për shkak se kur dikush të ban zullum edhe të ban pa drejtësi, e ki zorti me mas të drejt, mi a kthy të njëjtën mas sa të ka bo zullum. Mund është me hi edhe ati në hak, duke ja kthy hakun që ai ta ka bo ty. Por këtë më e mira është njeriu të boje sabër, të boje durim, të boje sabër, se kështu kanë qenë edhe kohën e selefit, kështu kanë qenë edhe ulema dhe njerëzit e mirë në kohën e 3 gjeneratave të para, ata të cilët ju kanë bëu zullum, bile ka pas raste që i kanë fal krejt. Ato s'kan prit edhe ditë llogarie, kanë thënë keni të falta komplet ato padrejtësi që mi keni bë, për shkak se kanë prit e kanë bëu këtë me qëllimin që edhe Allah mi fal këta. Se kanë llogaritë vetveten e tyre me mëkate, kanë thënë ne i falmi njerëzit, Allah na fal neve. Mirë po ka pas edhe prej atyre të cilët kanë thënë takimi jonë është ditën llogarisë, ban sabër, kjo është më e mira dhe zgjidhja më e duhur në raste të caktuara. Allah i shpërblet, o gja. Aleikum selam, xhamat. O gja, o knaqëm, na ka rënë malli shumë, vallahi me po të xhallat se ka xhamati, s'kemi po live. Allah më nderoft. Amen. A mundet të pendohet zullumçari para dënimit? Subhanallah, din nuk e ka dënim këtë dynja, po nuk e di. A mundet të pendohet? Ata që kanë bërë zullum shumë. Po, pa dyshim se njeriu
në jetën e kësaj bote përderisa është gjallë, e ka edhe derën e pendimit të hapur. Dhe ka mundësi njeriu më ka zullumqar, për atë edhe Allahu Azza wa Jall unë i përmenda etapat apo fazat të cilët Allahu Azza wa Jall merret me zullumqarin. Krejt kjo është që tregon se Allahu Azza wa Jall pedin se ky mundet mu pendu. Për atë edhe i jep hapësirë, se mos mi dhon hapësirë, ai ja mbyll derën në fillim. Mirë pa Allahu Azza wa Jall e din se mundet, ka bo padrejti, ka bo zullum, po mundet mu kthy. Mundet mi u kthy, Allahu te bareke ve teala me pendim. Dhe kjo ka ndodhur shumë, për shembull, ne kemi pas rastin kohën e mëhershme, për shembull, transmetohet për Fudail ibn Iyadin, ka qenë njëri prej ulemave të hershëm, ku ky në fillimet e para, për shembull, ka qenë i devijuar. Ka qenë njeri i cili ju ka hyrë hak njerëzve bile, ja nis njerëzit me shku në hax, ka qenë bandit, ju ka dalë njerëzve në rrugë, parët e haxhit ja u ka marrë. Pasurinë e haxhit ja u ka marrë, ka kthy prap. Mirë, po pas një kohë Allahu Azza wa Jalla u zon, edhe jo vetëm që u zu dhe apo musliman, por ai është bë edhe prej dietarëve të mëdhaj që sot është referencë në dinin islam. Do më thonë, jo vetëm që mundesh më pendu, po mundesh më bëu edhe shumë më mirë. Rasti i tillë është edhe me Ka'nabiyun, ka qenë njëri prej ulemave të selefit, gjithashtu edhe ky ka qenë njeri i shthurur shumë, bandit hesapi, i pa drejt ndaj njerëzve. Ju kanë friksu kur e kanë pa ata se kanë ditë se ky ban zullum. Por Allah e ka udhëzuar dhe e ka bë prej ulemave të sunetit, prej ulemave të selefit, mashallah. Kështu që njeriu mundet mu pendu padyshim. Allahu Azza wa Jalla ka mëshirën e madhe, Allahu zon kanë don, edhe për atë kur e shef dikan që ban zullum, kur e shef dikan që ban mëkate, lutu për udhëzim për ta dhe mos u lut për shkatrim dhe për dënim. Lutu për udhëzim se nuk i dihet nesër hajri që mundet më ardh prej atyre lloj personave. Allah i shpërblet, Hoxha, sa interesant. Hoxha, apo një jesh mirë, a je mirë Hoxha? Po, mirë. Një me valla. Po vallahi, mirë. Alhamdulillah. Tash Hoxha, kontran, po bëj një pyetje tash. Po. Hoxha, si ta dallojmë dënimin nga sprovat, Hoxha? Kur ke ndonjë sprovë dhe me ditë sa është dënim nga Allahu Azza wa Jall, kjo është pyetja besoj. Po, si ta dallojmë dënimin nga sprovat, se fjala është për rreth temës o gjë pyetjet po t'i bojna. Tonë gjë, se tema ishte çështë. Po, tema ishte mirë, po pyetja në rastin e si e përmendë, unë e kuptova në këtë formë. Kur njeriu për shembull, kur Allah Azza wa Jall dikujt i dërgon sprova, apo dhe ai si me vrejt se kjo është dënim nga Allahu Azza wa Jall apo është mirësi nga Allahu te bareke ve teala. Si me vrejt në këtë pozicion, kanë thonë ulema, dietarët islam, siç ka qenë edhe Ibn Rejepi e shumë të tjerë, kanë thënë njeriu duhet ta shikojë vetveten e tij gjatë sprovës. Kur Allahu Azza wa Jall ja dërgon sprovën, me pas sa është dënim nga Allahu Azza wa Jall apo jo. Ka thonë le ta shikoj vetveten e tij kur goditet me sprovë. Apo bëj shkak që ajo sprovë ti mu afru me Allahun Azza wa Jall, mu lidh me Allahun te bareke ve teala, mi u nënshtru Allahut Azza wa Jall më tepër, mi përkujtu gjunahet tua, me përkujtu pak mu kthy, mbrapa me këshir helbet mos ke bëu diçka dhe me mbaruat ato hakën ndaj njerëzve dhe hakën ndaj Allahut Azza wa Jall. Nëse je i kësaj kategorie, dije se që kjo sprovë është mirësi nga Allahu te bareke ve teala dhe po don me të kthy, me të vetdisu pak. Mirë, po nëse të vjen ndonjë sprovë nga Allahu Azza wa Jall, qoftë sprovat janë dy llojsh, ka sprova jo të mira, ka edhe sprova me pasuri me të mira. Dhe nëse të vinë këto lloj sprova nga Allahu Azza wa Jall dhe bëhet shkak ti ndoshta e ko namazli me lë namazin krejt, bëhet shkak ndoshta ti e ko prej atyre që e sill mirë me njerëzit me të bëmë ndje madh, ndoshta e ko prej atyre që nuk ke lakmut tek njerëzit, ti e bë lakmiçari, e bë xhelos. Me një fjalë, që ajo sprovë nga Allahu Azza wa Jall, apo që ajo e mirë nga Allahu Azza wa Jall, pavarësisht çka të ka ardhur, u bë shkak ti mu largu nga rruga e Allahut te bareke ve teala, rruga e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dije se kjo është dënim nga Allahu te bareke ve teala, që Allah vetëm se po të përshkallëzon deri në një dënim, Allahu na ruaj ya Rabb. Allah i shpërblet, Hoxha. O xhamat, mundi tash më janis ju me pyetjet e juve, unë e kam pyetjen e fundit. Edhe një pyetje të fundit e kam, Allah ju më falt, Allah ju më falt, Allah ju më falt. Amin.
se sën përzina dhe kaderin e Allahut. Hoxha, Po, pse bre, hoxha, pse njerëzit e mirë sprovohen ma shumë se zullumçarët? subhanallah. Normale habibi se kjo është një diçka që njeriu vetëm që ka mendim të mirë pozitiv për Allahun Azza wa Jall, ai person cili është i devotshëm me Allahun Azza wa Jall, ai cili ka bindje dhe i nështrohet vazhdimisht Allahut Azza wa Jall e kupton këtë. Se kur Allah Azza wa Jall po të sprovon ai po të don. E kupton, e merr sprovën e Allahut Azza wa Jall si dashuri dhe nuk e merr si rëndësi. Allah Azza wa Jall na u drejtu në Kur'an dhe tha: "Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A mendon besimtarët me thonë kemi besu Allahun Azza wa Jall e mos provohemi? Përkundrazi, unë thot kam ju sprovu, mi ju dallu, mi ja pa atë forcën e imanit në brendësi, mi ja pa forcën e sinqeritetit në zemrat e juaja. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër: "Me yuridillahu bihi khairan yusib min." Kujt Allah ja don të mirën kam i qu sprova. Edhe ti këshyri njerëzit më të sprovuarit mbi sipërfaqen e tokës kanë qenë pejgamberët e Allahut. Njerëzit më të mirë. Pse janë koma të sprovuarit, o vëlla Fatmir? Janë koma të sprovuarit për shkak se ahireti është i tyre. Ahireti është përgatit për ta. Dhe normale se Allahu Azza wa Jall ju dërgon sprova ato më bo sabërli në mënyrë që shkallat e larta mi pas në xhenetin e Allahut te bareke ve taala. Mirë po zullumçart e kanë jetën e mirë. E kanë jetën e mirë. E kanë jetën, do më thonë, luksoze. As nalën t'ju hinë hakni, ndoshta luksin që ai e ban me hakët e njerëzve. Me hakët e qatyne që do më thonë, ata janë duke vujt në shtëpit e tyre. Ama Allah nuk është i pa drejt. Allahu i afatizon këtë persona deri pastaj ku të vinje fundi e vëlla Fatmir, se nuk najna në fillim dënjas. Najna në fillat e para. Na nuk duhet me këshyr tash, për shembull, ai ke bo dikush him provim, edhe duke e bo provimin thot, ha profesor, sa e morra notën. Ka dalë be vëlla, tash ti je gjatë provimit. Ba në provimin një herë, dërzoje, kontrollohet provimi, pastaj merret nota që ti e ke meritu. Edhe na njëtën e kësaj bote jemi prej atyre që ka halojnë në provim. Mos ta këshyrmi dikush që ka mush fletën atje me thonë kështu mashallah sa pas kam su ky. Se ndoshta ku ta marrë me kontrollu profi thot kur gjas pas ke bo. Gjëmat brifung po sa to gja. A vë kupton? Kështu që mos u zhgënjen këtë pikë, mbështetje Allahut Azza wa Jall se Allahu i mat zemrat e besimtarëve, i forcon në sprova zemrat e besimtarëve e pastaj ditën llogarisë i shpërblen ata. Allahu na bof të tillë, vetëm se na rujt imanin dhe na rujt mendimin e mirë për Allahun Azza wa Jall. Allahumma amin, atë Allah i të shpërblef, shumë përgjigje të mirë në kënda në që në tjetë këshidh për të gjithë. Po, motër, Hoxha Salaudin, a e këto, cilët po meni me komentet? Cilët ju po meni me komentet kemi pyetje nga një motër? Po, jemi edhe duke i pa, pyetjet lirisht shkrunin komente se na këtu edhe i shohim. Rejane ka po pyetjen, apo po flani o gjematin ata, shka puna, Hoxha Salaudin. A hin në zullum për egoimi, shpifja dhe poshtrimi, po Hoxha. Pa dyshim, ashtu që përmendë edhe më herët se zullumi është lloj-llojsh. Zullumi, padrejtësia është lloje. Ka padrejtësi që njeriu t'i bën fizikisht, padrejtësi që e prek familje, e prek në pasurinë e tij. Mirë po e prek me lloje të ndryshme, e prek me gjuhën tënde. E prej padrejtësive më të mëdha është kur njeriu, do me thonë, i bën zullum të tjerëve me gjuhë. Gjuha është ajo që shkatërron zemrat e njerëzve.
Gjuha është ajo që i dëmton njerëzit edhe nuk i le rahat me flet, nuk i le rahat në të menduarit e tyre, nuk i le rahat në vendet e tyre, në shtëpitë e tyre. Kjo zullom, Allah na ruajt. Duhet me pas kujdes për përgojimit, duhet me pas kujdes për shpifjes, duhet me pas kujdes për poshtrimit. Krejt të janë zullume dhe hake që të i he vllau tam pa drejtësisht. E nesër ditën llogarisë kimu marrë në pyetje për të gjëra. Për atë Allahu Azza wa Jall na u drejtu dhe na tha wa qulu lin-nasi husna. Drejtojuni njerëzve me fjalë të mira, njerëzve, jo veç besimtarëve. Mërë edhe budist më kanë, fali mërë një fjalë të mirë. Mërë edhe krishterë më kanë, fali një fjalë të mirë, ja i urdhnum njerëzit mi prit me fjalë të mira. Se ti nuk jenë luft, në rrugë me dalë me thonë, ha, kjo nuk oj festeme, hajde bismillah ta shone me këta. La, falju fjalë të mira, drejtoni fjalë të mira, kjo është urdhër kuranor, ndërsa e kundërta e saj është njeriu të me hinë hak, Allah na ruaj. Allah i shpërblet, o gja. Këtu edhe një motër e ka bo një pyetje, o gja. A bohet me bo një jetë për të vdekrun me prej kurban, për të vdekrun? Me prej kurban për të vdekur. Po, a bohet me bo një jetë për të vdekrun, me bo një jetë për të vdekrun me prej kurban? Po, fillimisht çështja e prerjes së kurbanit, ajo është për të gjallët. Ajo është për të gjallët, ashtu që ka përmendur edhe Ibn Uthaymin rahimahullahu taala, kur thot se prerja e kurbanit është për të gjallët. Mirë po, nëse dëni vdekur e kalon emanet për me prend ndonjë kurban, apo e ka bën ndonjë zotim të tillë, diçka si lloj betimi, lejohet. Kanë thënë dietarët, a lejohet edhe në raste që ai nuk kalon emanet diçka, po don të thersh për të vdekurin kurban, thonë lejohet inshallah dhe nuk ka problematik as kjo pjesë, vetëm se ti e ban për hir të Allahut Azza wa Jall e shpërblimi mi shku të vdekurit. Jo me prej për filanin, me thonë unë këtë kurban pe baj një jetë me prej për filanin, jo kështu. Këtë kurban pe pres për Allahun Azza wa Jall, për Allahun. Se Allah Azza wa Jall thot kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jeta, vdekja, kurbani, namazi, këto janë për Allahun. Thot pe baj një jetë me prej këtë kurban për Allahun Azza wa Jall, e shpërblimi i kësaj therret kurbanit mi shku filanit apo filanës. Lejohet inshallah, thot se ka ikhtilafe dhe ndahet në kategori të ndryshme, por ajo e përgjithshme që mos mu zgjeru lejohet dhe nuk ka problematik. Edhe pse ka vdek filani, mundet me prej vetëm Po. për Allah. Si problem, si kurse si e ban pa dyshim. Inshallah është problemi. Amin. Amin. Atja, një pyetje ma pas bon një motër, unë pe shof që to, po e më me tregaj. Me sapë që më duke se burin e ka në gërbet. Ama seret fol me burin e vetë, diqysh s'munet me fol, ngërfatet, në fit ngërfatet. A mundet me po diçka penges, simptoma, diçka, ose i kanë bo dikush pa drejtësi, ose i kanë bo sera, i putet takot i krejt, edhe është e ftop kja motra, son fol me burin e vetë. A vetëm me burrin, kur filloje me bisedu me burrin, ndërsa jetë normale ajo flet mirë. Mirë, po, është mirë, vetëm me burrin këtë fol. I shlohë takati, ngëlfatet fit, son fole. Mundet kjo më konë, Allahu ala mundet më konë, normal sihri për ndarjen e bashkëshortëve kjo është prezent, ashtu që Allah Azza wa Jall na përmendin Kur'an, yufarriquna bayna al-mar'i wa zawji. Llojt e sihrit që i ka përmendë Allah Azza wa Jall na tregoj se ka qenë edhe një ndër llojet ndarja e burrit për gruas. Dhe mundet më konë kjo prezent. Pra kjo motër duhet mu konsultu me ndonjë hoxh adekuat që ban rukje me Kur'an dhe Sunnet, i besueshëm, i drejt, edhe ai rukjegjia që s'ban zullum, se tashmë nuk po dihet kush po ban zullum, apo kupton, do të thonë po shkon me gjet mbrojtje, me gjet prehje pi magjistarëve zullumqar që na kanë bë zullum neve për shembull, shkojnë te rukjegjit për
me gjetë vetën si një lloj mbështetje, si një lloj ku kthehesh ti, që ai e njeh fatlemi, ai veç ku ta kthejë zullumin tjetër knejna. Domethënë që po shohim mos sot Allahu na ruaj. Mirë, po nëse e gjen ndonjë rrugë gjë të mirë, që ka frikë Allahut azza wa xal, është i drejtë, është i devotshëm, atëre konsulto me të fryn Kur'an, me Kur'an, merri sebepët, mbështet ju Allahut, lut ju Allahut azza wa xal që Allah me ta lehtësoj gjendjen këtë raport që je, edhe mos mu marr se a mundet apo s'mundet. Ti merri sebepët, lut ju Allahut azza wa xal që Allah me ta lehtësoj. Këtu në njeri do të më fokusu. Se nëse e ban fokusin a kam diçka, a nuk kam diçka, i shkon koha dhe jeta dhe trishtimi veç që aty i rri, do me thonë a kam as kam, ti leje këtë on a kam as kam, mbështet ju Allahut, lut ju Allahut azza wa xal, merri sebepët për hajër dhe shërim, e pastaj shërimi dhe ndihma vjen nga Allahu te bareke ve teala. Allah e shpërblet o gjë. E po marr? Apo mirësh me pyetja, kemi pyetje ajo? Apo Nina o e po marr ai këtë? Po, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, më bën Allah. Aleikum selam. Aleikum selam Allah. Po Allah. arif hoxha për këtë fjalë miradije, Allah i dashur inshallah. Po kemi pyetje Fatmir Llavi. Se unë më nëse se që dikon tjetër, po çe këtu unë jam. Hajt. Inshallah. Okej, bismillah. Po përgjigjen. Dera e xhenetit të janë. Pyet. Si ta ruajmë zemrën nga urrëtia pas padrejtësisë? E thanëm këtë pyetjen. Apo o gjë? Po, Jo. nduk, Apo? në lu. Po. Jo, kjo tjetër e ke. Si ta ruajmë zemrën nga urrëtia pas padrejtësisë. Jo, këta nuk e kena bën. Ka pyet kjo Motra. dera e xhenetit rrejan, mirë, po këtë pyetje nuk e pas mi po. Shiko, Okay. zemrën ti e ruan nga urrëtia për dikën që të ka bë padrejtësi, me dashuri ndaj Allahut azza wa xal, se Allah është i drejtë dhe merr hak për çdo gjë. Nuk i takon besimtarit me pas urrëtie ndaj askujt njëtën e kësaj bote. Për shkak se ai i cili urren të tjerët, ai e shqetëson rahatien e vetvetes vet. E shqetëson. Për këtë arsye ulemat kanë thonë, nëse dëshiron rahatinë e vetveten tënde, ose fali njerëzit, ose leja u ndorë Allahut azza wa xal edhe hekimo prej zemrës. Hekimo prej zemrës, se e shkatron zemrën tënde. E dëmton zemrën tënde. Mbështet ju Allah te bareke teala këtë çështje dhe leje. Edhe dije kënaqë zemrën tënde me drejtësinë e Allahut azza wa xal, kënaqë zemrën tënde me premtimin e Allahut që na e ka dhënë se një ditë kena mu taku. Kënaqu. Jo me pas urrëties, njeriu ka urrëtie ka njëherë kur thot subhanallahu mboni pa drejtësi, tash nuk ka as Zot, nuk ka as kur gjë, që shembull ja kthen zullum, ja kthen hakun atij që më ka bë zullum, nëse do të ishte kështu, për shembull, që tu na është urrëtia. Mirë, po kur e din se e ki Zotin tan të drejtë, e ki Zotin tan bujar, e ki Zotin tan që t'i ban zullum kërkuj, kënaqë zemrën tënde dhe qetësoj zemrën tënde me ditën e llogarisë dhe me premtimin e Allahut azza wa xal që ditën e llogarisë kena më taku këtë bashku. E aty më nuk ka ma aty me thonë se jo pshtoja i mboni zullum, po ju më shef Allahu diqysh edhe hinin xhenet. La, harroje këtë sen. Për atë mbështetje Allahut, ki mendim mirë për Allahun dhe mos u merr me njerëzit, o falja, o leja Allahut azza wa xal edhe heki prej zemrës. Allah i shpërblet. A filloj? Tjetër në pyetje? Po, gati. Luli Asani pyet David, çka është davimi mes xhelozisë dhe sihrit? Xhelozis edhe sihrit. Po, sihrit. Po. Shiko, ato xhelozia si xhelozi është ajni, për shembull kur apo lloj i ajnit përmes syrit, se ajni o mësynshi, dhe mësynshi është dy llojsh. O mësynsh që njeriu e merr dikan për shkak lakmis, lakmon, e don, lëshon zemër, nuk e përmend Allahun azza wa xal kur lëshon zemër, edhe normale se e godet pastaj atë personin mësynshi. Dhe kemi lloj të mësynshit nga xhelozia. Dikush për shembull xhelozon që ti ka arrit diçka që ai nuk ka arrit. Dikush xhelozon. Xhelozia hin tek mësynshi. Tek mësynshi janë lloje, domethënë, prej lakmis dhe prej xhelozisë.
o lloj i mësynshit, ndërsa sihri nuk është lloj mësynshit, por është në vetvete është sprov që e bojnë magjistarët me shejtanët zbashku për ta dëmtu dikan që i bëhet sihr bi idhnillah. Me lejnë Allah azza xal, Allahu lejon që ajo me ndodh. Jo me lejnë Allah që ato kitë zbashku me Allahun me bozullumi dikan. Hasha lillah. Për e kanë fjallën magjistarët zbashku me shejtanët e përpilojnë për ta dëmtu dikan, edhe pastaj ai siher bjen mbi personin, edhe pastaj futen gjinët në ta, apo ka mes prej gjinëve, e shkatroj njeriun për ata çka e kanë shkru sihrin me ndodh. Dhe Allah ja u lejon nëse do me sprovu robin e vetë. Ndërsa xhelozia është lloj mësynshit që njeriu e xhelozon dikan, ja shef një nimet dikujt, ja shef një mirësi dikujt, nuk e përmend Allahun edhe xhelozon, thot asikur t'ju kish marrë ati kjo, asikur t'ju kish shkatru ati kjo e mirë që e posedon. Kjo është xhelozia, kur njeri drejt për drejt e xhelozon dhe se përmend Allahun azza xal fare, ndërsa sihri është që bëhet përmes magjistarëve me shejtan, me çat qëllim për ta dëmtuar dikan. Allahu na ruajt prej të dy palëve, ja Rabbi. Hoxha, kemi edhe një pyetje që jemi kon, hoxha. Po. Mirë, edhe pak inshallah do rri, nuk ka problem. Edhe një 5 minuta besoj, se 5 minuta në fillim u vënova, 5 minuta ta shtyj pak. Jo, s'është problem, hoxha. Se po do në më konë knaqen edhe ti edhe ne. Zoti ju nderoj. Allah shpërblet, hoxha. Allah shpërblet, inshallah. Në gjithë ja Rabbi. Motra dera gjendje prapë pyet, a ka njerëz që bëjnë ibadet, por njëkohësisht u bëjnë zullum të tjerëve? Ndodh, patjetër, se zullumi është lloj-lloj, thash, ka njerëz të cilët bojnë ibadet, mirë po zemrat e tyre i kanë të sëmuara. Apo, për shembull, ka dikush e fal namazin, ka dikush ndoshta edhe në haxh ka shku, haxheron në Ramazanin, mirë po e ka zemrën e sëmuar në aspektin e pasurisë. Për shembull, lakmon në pasuri, edhe ka qef me pas, edhe nuk i intereson se qysh me fitu ata. A ju hin hak njerëz, a nuk ju hin hak njerëz, nuk e ka dert. Thot më ransiu në të bëj pare, këta ka smuje. E ka smuje në zemrën e ti. Dhe mundet mi bo padrejtësi. Ka dikush o muslimani, bindet Allah të zogjel, mirë pa me gjuhën e ti, nuk ka dert pse ju ban zullum të tjerve. Pra pejgamberi Allah që tha në hadith, men selim el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Prej muslimanit mirë apo prej islamit mirë të një muslimanit është kur muslimanët e tjerë janë rahat prej gjuhës edhe dorës ti. Që i bjen se ka mundësi muslimani me bo padrejtësi dikujt. Ka mundësi me dëmtu dikan. Pra pejgamberi Allah tha muslimani më i mirë është ai i cili nuk ju ban zullum të tjerëve. I le rahat me gjuhën të tyre dhe i le rahat me durët e tyre. Mundet me mirë po duhet që të ketë kujdes. Për atë e tregojshin një rast interesant, kjo si shembull më shumë, tha një person po thot, tha disa persona tha mbanën tha zullum tha mua, pa drejtësi, edhe tha shkova unë në xhami, tha më ju anku Allahut për zullumqarët, tha kur shkova në xhami zullumqarët shinkon safin e parë duke fal namaz. Çato shkam kanë bë tha mua tha zullum. Që i bjen se ndodh nga një herë dikush të ban zullum, e ti shkon në xhami ndoshta më ju lut Allah dhe më ju anku Allah për zullumin që ato ta kanë bë, ku ti shifsh ato i ki safin e parë. Safin e parë, Allah na ruaj. Për këtë arsye do të me pas kujdes, nuk duhet me llogarit veten si imun ndaj zullumit, me thonë se unë jam besimtar ose bëj zullum kërkujt. Jo, imani është ngritur në shtyllat e veta, ndërsa zullumi jo prej mëkateve, të cilat mundet me ra edhe ai i cili ka iman. Allah e di mas mirë. Allah shpërblet. Vëllau Fatmir, edhe një pyetje është vëllau Hoxha Reshati. Selam aleikum. Hoxha Reshat. Rahmetullah berekatuh. Allah e shpërblet Hoxhën, si ta shfrytëzojmë ditët e Dhul Hijjës, Zoti ju nderoft. Allahu e nderoft Hoxhën Reshat Hoxha, pas ka dho selamu alaikum, selamu rahmetullahi wa barakat.
E di se hoxha i nderuar ka bo këtë pyetje më shumë edhe për të tjerët, për ata cilët na ndëgjojnë. Se unë kam pas rastin edhe me mësu prej këtij hoxhe, Allahu e nderov dhe i dhosh të mira, ja zgjat jetën e bov dobishëm për muslimanët në përgjithësi, ja Rabbi. Padyshim se tash jemi në 10-shin e parë të Dhul-Hijjes, ku çdo besimtar duhet ta kontrolloj vetveten e tij dhe të shikoj ato mangësitë dhe të shikoj mëkatet e tij dhe të pendohet për to, edhe të shikoj neglizhencat e tij apo ato ibadete që ai neglizhon, e ti përmirëson ato dhe ti plotëson ato dhe ti kthejt Allahut Azza wa Jall në plotësimin e atyre ibadeteve, për shkak se jemi në ditët kur Allah Tebareke ve Teala i ka dalluar nga të gjitha ditët e vitit. Jo vetëm ndonjë muaj, po edhe ditët e vitit në përgjithësi, Allah Azza wa Jall i ka begatuar të dita më të mira. Për atë Allah Tebareke ve Teala na u drejtu në Kur'an duke na thënë "Wadhkurullaha fi ayami ma'dudat", përmend në Allahun dhe përkujtoj në Allahun këto dita të veçanta, këto dita të caktuara. Allah Azza wa Jall gjithashtu na u drejtua në Kur'an duke na treguar mbi vlerën e këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes, duke na thënë "wa layalin 'ashr", dhe pasha 10 netët. Shumica e mufesirinëve në këtë ajet kuranor thënë ka për qëllim për 10 ditët e para Dhul-Hijjes, ku Allahu Azza wa Jall është betu duke tregu për madhështinë e këtyre ditëve, duke tregu për vlerën madhështore që e kanë, dhe besimtari kur i kupton këto lloj argumente nga Allahu Azza wa Jall që kanë ardhur mbi vlerën e këtyre 10 ditëve, duhet që t'i shfrytëzon me përmendje ndaj Allahut Tebareke ve Teala. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na u drejtua duke na thënë "Ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayam". Thot nuk ka ditë prej gjithë vitit që veprat në ta janë më të dashura tek Allahu Azza wa Jall se sa çto 10 ditë të Dhul-Hijjes. Andaj kanë thënë dietarët islam, ashtu që Allahu Azza wa Jall e begatoi këto 10 ditët e para Dhul-Hijjes me shpërblim të madh të veprave të mira, ka thonë keni kujdes, khalli balik, keni kujdes në kryerjen e gjunaheve, për shkak se qysh veprat e mira e kanë shpërblimin e madh, edhe veprat e këqija e kanë mëkatin shumë të madh tek Allahu Azza wa Jall. Kështu që keni kujdes, largoni prej gjunaheve në këto 10 dita, sidomos, se njeriu vazhdimisht do të më largu, po sidomos të 10 dita, jo vetëm më largu prej gjunaheve, por edhe më bë aktiv në kryerjen e veprave të mira. Për atë Allahu Azza wa Jall na u drejtu në Kur'an duke thënë "Fastabiqul khairat", bani garën çdo dita, në çdo moment kur shpërblimi i veprave të mira është shumë i madh. "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun", qështu për çdo dita, për çdo vepra të mira, le të garojnë garuesit. Kështu që këto janë disa që mjaftojnë ndoshta si këshill për atë i cili dëshiron me ditë dhe me kuptu, ndërsa për ata të cilët nuk dojnë me ditë, nuk dojnë me kuptu, vazhdimisht kanë arsyetimet e tyre, edhe 1000 argumente mja ofruan, përsëri ato kanë me gjetë një arsye për mos me vepru veprat e mira, edhe për me vepru gjunat apo për mos me lo gjunat. Allahu na ruaj. Allahumma amin. Allahu të shpërblet. Dhe jam i dashur, nuk ka modi ta shkurgjoni asnjë pyetje më vëllavi afat. Më bën Allah. Allahu ju nderoj. Pelirojnë hoxhën. Hoxha, Allah i dha bereqet, Allah i shpërblet. Amin. Amin ya Rabbi. Allah i na kënaq xhenet. Allahu ju bekoft edhe juve, ma bani halal, se ndoshta edhe ka njerë i kom zgjat pyetjet, po u dashke ka njerë mirë po kërkoj halalëk, se edhe juve ndoshta ju kom lodh pak apo ndëgjuesit këtu kam pas dëshirë pak përgjigjet më kom më të shkurta. Mirë po e rëndësishme është që të përfitojmë. Allahu ju bekoft gjithve juve, edhe mu ma bani halal për ndonjë lëshim helbet dikun, Allah na takoft ma shpesh. Të vllafat mirë i kum hiu në pak në hak, se fola pak për padrejtësina, më mdoket unë i kum hin hak ti. Se më ka thirë shpesh e kemi bisedu, po s'kom pas pak edhe kohë, ju më kom pak i angazhum me disa angazhime, mirë po e din vllafat miri se me rëndësi është me dalë të kanë përjerë të Allahut Azza wa Jall, e mu kuptu, Allah ju nderuar. O gjallar ti kuptojnë, jeni të angazhun, jeni të zonte, e unë ju kuptoj, kështu se
Kur keni kohë, gja, në nderani, në veni, edhe sham ka interesant për fond të gja, kur ke ligjeru, Po. një koment se kum pa dikush me shkru që është dinjaje. Kretë kanë dëgju me vëmendje. Allahu Akbar. Mashallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wallahi. Alhamdulillah. Kjo Allah na bëvë të është... gëshëm kudo që jemi. Hoxhën, vllai Fatmir, Allah i shpërblet inshallah me gjetin Allah firdaus. ishë përblet. Amin. Na mundsoft edhe na bof për atin dhe çushim i takun këtë panel të ti vllai Fatmir. Na takoft Allah dhe xhenetin më të lartë. Allahin, Allah edhe e ka bërë shumë bukur dhe ka u krye, kërkuna të më thonë për shemin si kina jetë të shka që se kina krye sonte. Allah të Alhamdulillah. Ta ma Allah ishë dashët. shumë ma mirë për një për. Allah të Alhamdulillah. Amin. Amin. Allah ju rujt. Ju përshëndes gjithë vëllezër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Wa salam. alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kje ishte hoxha Aref Sadiku nga Macedonia, apo nga Shkupi, hoxha janë, mashallah, është problem. Allah ja shtof ditorin inshallah ja rabbi. Se ti i tira gjenetit. Hasan Alia, shka o bo herë, po e nërë po del. Jo, këtu në Qa puna. Erë nërti inshallah edhe këtë nërti diçka kohë si ka kohë dhe po këna Po nuk e di, ka problem me internetet, nuk e di. Jo, ky s'ka, në internet. Pse s'po foli hoxha Salahuddin, se s'po foli Bosej Sen, e Faria, Nuk e di. shka o puna ti ne? Po ngoj më Fatmir. Mu ma ke ndalu të me folë, për shëtë s'po folë. Ju pëqes, qysh ta kam dalu. Ndaloja tim. Ja, be, ketë mi ndalu, hoxha ti së ndalaj. Edhe bëna e garë. Po jo në gojshë, s'ka kuptim në përshkjerë. Në përzi, ku një mba ligjeratë. Si kalove me hoxhën, hoxha Salahuddin, mira, Shumë mira, Allah e shpërblet. amen, amen. Kemi është shumë. Te e përgjigja së motrës që nuk ndihet mirë